Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë e njihni këtë lule, por askush nuk e di se ajo shëron këto sëmundje. Lule radhiqa është një nga barishtet më popullore e cila del në fusha, lëndina dhe në kopshte. Shqiptarët e duan shumë lule radhiqen, jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për vlerat e larta shumë ushqyese dhe mjekësore. Francezët kanë një emër interesant për lule radhiqen. Ata e quajnë dhëmbët e luanit dhe shërben për të përshkruar më së miri karakteristikat e kësaj bime. Lule radhiqa si një bimë mjekësore me famë ka shumë pjesë të ngrënshme dhe njëkohësisht shumë prej tyre përdoren në mjekësinë popullore. Sipas ekspertëve, lule radhiqa është një bimë e cila mund të përdoret nga rënja deri tek lulet. Barishtja është e pasur me vitamina dhe njëkohësisht me minerale. Lule radhiqe, sipas ekspertëve, mund të jenë paksa të hidhura, por ato të cilat janë të freskëta kanë një shije pak më të butë dhe njëkohësisht më të mirë. Gjethet e njoma kanë aftësinë që të motivojnë lëngjet tretëse në organizëm. Ato përdoren edhe në sallata për të ekuilibruar shijen e barishteve të tjera siç është sallata jeshile. Me ardhjen e ditëve të ngrohta, gjethet e lule radhiqes mund të kapërcejnë disa nuanca shijesh dhe gjithashtu nga ana tjetër, hidhësia e gjetheve mund të forcohet dhe njëkohësisht të ashpërsohet me kalimin e ditëve. Bima e cila rritet në hije ruan shijen e butë për më shumë kohë. Lule radhiqen ju mund ta shfrytëzoni për një periudhë më të gjatë kohore, sidomos nëse ju e gatuani atë në mënyrën e duhur duke e zier me ujë të valuar, një proces i cili me sa duket largon hidhësinë e saj. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju duhet të dini se pasi t'i keni zier gjethet e lule radhiqes, ju mund t'i kombinoni ato me hithra ose lëpjeta në gatime me brumë, vezë ose gatime me perime në tigan. Gonxhet e paqelura të lule radhiqes mund të konsumohen të gjalla dhe njëkohësisht të përfshihen në sallata nga më të ndryshmet. Ndërkohë, ato mund të bëhen turshi ose të zihen për 1 ose 2 minuta duke i kavardisur me pak gjalpë, krip dhe piper. Gonxhet duhen mbledhur të paqelura teksa janë në një nivel me tokën në mes të gjithënajës së lule radhiqes. Me lule radhiqen ju mund të përgatisni edhe mjalt. Në fakt ai nuk është si mjalti i zakonshëm i bletëve, por në fakt është një shurup krejtësisht i ngjashëm me mjaltin, të cilin ju mundet që ta përgatisni edhe vetë në mënyrë fare të thjeshtë. Ky shurup me lule radhiqe kombinohet mirë me ëmbëlsira, petulla dhe biskota. Atë mund ta përdorni edhe në çajra nga më të ndryshëm, por e gjitha kjo mbetet në varësi të dëshirës tuaj. Ky shurup me lule radhiqe mund të kombinohet mjaft mirë edhe me ëmbëlsira, petulla dhe biskota. Gjithashtu, mblidheni lulet e radhiqes dhe më pas zhytini ato në ujë të ftohtë për pak minuta. Një kohë e mjaftueshme për largimin e insekteve. Hiqni petalet duke hedhur kërcenjtë dhe pjesën qendrore të lules. Petalet më pas merreni dhe vendoseni në një tenxhere të mbushur me ujë, feta limoni dhe kokra vanilje. Lëreni të ziejë në zjarr për të paktën 30 minuta. Përzijeni lëngun vazhdimisht. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni tenxheren që të ftohet për 6 orë. Kullojeni çajin me një nap dhe më pas hidheni mbetjet. Lëngun e pastër hidheni në një tenxhere tjetër të cilën ju duhet ta vendosni në një zjarr të ulët. Shtoni mjalt ose sheqer të errët në mënyrë graduale dhe më pas përzijeni lëngun vazhdimisht derisa mjalti ose sheqeri të jenë tretur. Uleni zjarrin, lëreni të ziejë në një tenxhere të hapur sa të arrijë të gjithë trashësinë e dëshiruar.
Disa ekspert nga ana tjetër preferojnë të lënë goxhet e paprekura, por ato mund ta bëjnë mjaltin më të hidhur. Ne ju sugjerojmë vetëm petalet për këtë recetë kaq të rrallë. Lule radiqa është një bim me përfitime vërtet të mahnitshme për shëndetin, si për kockat, mëlçin, diabetin e të tjerë. Të gjithë ne njohim këtë bim, por jo të gjithë ne ja dim vlerat. Na duket thjesht si një bim aromatike e cila rritet në rrugë, ar apo në vazo. Ndërkohë, lule radiqet janë tepër të rëndësishme për shëndetin. Dhe, sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë të gjitha përfitimet nëse ju vendosni ta përdorni këtë bim. Forcon kockat. Sipas ekspertëve, lule radiqa përmban kalcium dhe lëndë të tjera ushqyese të cilat gjithashtu i forcojnë kockat dhe njëkohësisht shëndetin e përgjithshëm të tyre. Ajo përmban edhe shumë vitamin C dhe njëkohësisht antioksidant. Parandalon dhe gjithashtu kuron çrregullimet e mëlçisë. Konsumimi i lule radiqës mund të parandalojë hemorragjinë e mëlçisë për shkak të pranisë së sasive të larta të antioksidantëve si vitamina C dhe luteolin. Lule radiqe gjithashtu stimulon edhe mëlçin, nxit tretjen dhe përmirëson qarkullimin e duhur të gjakut. Ndalon diabetin. Ne ju sugjerojmë që ju të konsumoni shumë lule radiqe, pasi është mjaft e rëndësishme për diabetin. Lule radiqa ul nivelin e sheqerit në gjak sepse rrit njëkohësisht prodhimin e insulinës në pankreas. Gjithashtu lule radiqa kuron edhe të gjitha çrregullimet urinare. Rinon dhe ripërtërin lëkurën dhe trajton fytyrën. Lule radiqa i pastron të gjitha aknet nga fytyra juaj. Ajo njëkohësisht largon puçrat e të tjerë. Ndërkohë, duhet të dini të konsumoni sa më shumë lule radiqe sepse përfitimet që ju do të keni në shëndet janë me të vërtet të shumta. Ju ndihmon gjithashtu që të humbisni në peshë. Lule radiqa ka veti mahnitëse për humbje në peshë. Nëse ju humbisni në peshë duke konsumuar më shumë lule radiqa, atëherë ju do të jeni më të shëndetshëm dhe pa asnjë efekt ansor. Lufton gjithashtu sëmundjet e këqija. Sasitë e larta të vitaminës C dhe luteolinit, të cilat janë të pranishme në lule radiqe, janë shumë të dobishme në eliminimin e radikaleve të lira, të cilat bëhen shkaku kryesor për qelizat e këqija. Lule radiqe gjithashtu parandalojnë mjaft sëmundje. Konsumimi i lule radiqes njëkohësisht mund të trajtojë edhe verdhëzën dhe gjithashtu lufton edhe infeksionet e tjera. Ndërkohë, duhet të dini se trajton edhe kapslokun, fibra dietike të cilat gjenden pikërisht tek lule radiqa ndihmojnë edhe për të patur një shëndet më të mirë të zorrëve. Parandalon anemin. Sipas ekspertëve, ajo do të rregullojë edhe presionin tuaj të gjakut duke mbajtur në nivele të duhura tensionin tuaj të lartë, sepse kështu ju do të parandaloni edhe një sër sëmundjesh të tjera të cilat vijnë të lidhura me të. Mirë po, gjithmonë duhet të mbani mend, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.